Dje në orën 14, kur në Bruksel ulën në një tavolinë të përbashkët të gjithë liderët e Ballkanit Perëndimor me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian, karrierja e Shqipërisë mbeti bosh. I vetmi vend që mungoi në samitin e nivelit më të lartë ishte Shqipëria dhe i vetmi lider që nuk u paraqit ishte Edi Rama. Në vend të tij, Ferit Hoxha, ambasadori shqiptar në BE, u detyrua të përfaqësojë shtetin shqiptar me një justifikim që zyrtarisht quhet angazhimi i rëndësishëm i kryeministrit, por diplomatikisht përkthehet si krisje serioze marrëdhënieve me Brukselin. Burime nga përfaqësia shqiptare në BE pojnë se mungesa e Ramës nuk ishte spontane. Ajo përkon me publikimin e strategjisë së re të Komisionit Evropian për zgjerimin, të cilën komisionerja për zgjerimin Marta Kos e shoqëroi me një deklaratë që tronditi sallën. Nuk dua të mbetem në historinë e BE-s si komisionerja që solli kalin e Trojës në Europë, por shqyrtoi masa si periudha tranzitore dhe monitorimi i përhershëm për vendet kandidate. Asnjë vend nuk u përmend me emër, por mes rreshtave, mesazhi ishte i qartë: Shqipëria është tashmë në vëzhgim. Dhe mungesa e Ramës në këtë takim ishte shenjë frikës politike, jo e angazhimit diplomatik. Në Bruksel, Komisioni Evropian ka dorëzuar për vendet anëtare një raport të veçantë për Shqipërinë, i cili sipas burimeve të pamfleti e cilëson vendin si model të pushtetit të pakontrolluar, klientelist dhe të korruptuar. Raporti nuk është publik dhe nuk do të bëhet publik, por është shpërndar në kryeqytetet e vendeve kryesore anëtare të BE-s, përfshirë Berlinin që ka marrë përsipër financimin e monitorimit të Shqipërisë në periudhën e re të zgjerimit. Në thelb, ky raport është një akt mosbesimi ndaj qeverisë Rama, që përshkruan me detaje lidhjet e errta të qeverisë me qarqe financiare ruse dhe kineze, përfshirë skandalin e aeroportit të Florës, ku u zbulua origjina ruse e kapitalit përmes ndërmjetësve të Bexhet Pacollit. Pas këtij skandali, Bashkimi Evropian i ka bërë të qartë Tiranës se çdo projekt strategjik me financim të dyshimt do të monitorohet nga afër. Ndërkohë që Aleksandar Vučić, Hristijan Mickoski, Milojko Spajić, Volodimir Zelenski dhe Maja Sandu ishin në Bruksel për diskutuar të ardhmen e rajonit, Rama zgjodhi të mungojë. Madje edhe liderët që kanë raporte të vështira me BE-n si Vučić e Mickoski ishin të pranishëm, ndërsa Shqipëria që deklaron çdo ditë besnikërinë euroatlantike u vetpërjashtua. Sipas burimeve diplomatike, në oborin e Ramës po përhapet versioni se mungesa e tij lidhet me mosdëshirën për të marrë pjesë në një forum që mund të nxjerrte deklaratë kundër Viktor Orbanit, mikut të tij të ngushtë, por kjo shpjegon pak dhe fshe shumë. Në fakt, Rama është bërë shqetësimi i ri i Brukselit pas Budapestit. Strategjia e re e BE-s për zgjerimin parashikon që çdo vend kandidat do të vendoset për disa vite në periudhë prove, ku do të monitorohet në mënyrë të vazhdueshme për lirinë e medias, sundimin e ligjit, pavarësinë e institucioneve dhe lidhjet me interesa të huaja. Në rast shkeljesh të përsëritura, vendet do të humbasin të drejtën për fondet e BE-s ose mund të pezullohen nga procesi i antarësimit. Ky model i propozuar nga Berlini është i njëjtë me mekanizmin që po zbatohet ndaj Hungarisë dhe Polonisë, e Shqipëria është kandidati i parë që pritet të aprovojë. Në këtë kontekst, mospjesëmarrja e Edi Ramës në samit nuk është thjesht mungesë, është një izolimi politik, një akt që paralajmëron fillimin e një epoke të re për marrëdhëniet Shqipëri-BE, të ftohta, të mbiqyrura dhe të paqarta.